Amarildo i ka shkruar kryeministrit Edi Rama duke i thënë se është armik politik i tij, se ka 1.000.001 kritika ndaj kryeministrit, por se protesta e cila po zhvillohet për të 24-ën ditë sot ka marrë kot. Amarildo, unë mendoj se vetëm 2 arsye do të mjaftonin ty që të ishen protest. Shpopullimi, ikja e të rinjve nga Shqipëria në mënyrë masive dhe pamundësia që një njeri sot të blejë një shtëpi në Shqipëri për të ndërtuar të ardhmen e tij, për të mbajtur fëmijët e tij. Si mund të thuash, Amarildo, se nuk kupton ti shkakun që sjell pasojën? Po Amarildo, larg qoftë nesër, ti ose unë apo kushdo tjetër mund të preket nga sëmundja e kancerit. Shko në spitalin onkologjik dhe nuk ke ilaçe. Aktualisht që flasim, në spitalin onkologjik mungojnë medikamente, kimioterapi, mungojnë gjithashtu edhe në Fier, mungojnë edhe në Korç, mungojnë edhe në Elbasan, Amarildo. Mund qëlloj që nesër ti si i smur me kancer duhet bësh një PET scan. Nuk ka shëndetësia publike PET scan, Amarildo. Mund qëlloj nesër që një zonjë në familjen tënde mund të preket nga kanceri ginekologjik. Nuk ke brakiterapia, Amarildo. Amarildo, mund të të bjerë damllaja nesër, që thuhet në gjuhën popullore, pra goditje në kokë këty ose mua, dhe shkon në shëndetësinë publike në QSUT dhe nuk bëhet trombektomia, nuk bëhet arteriografia. Dhe ti për 6 orë, nëse nuk ndërhyn pra për të bërë operacionin, ose paralizohesh, që është mundësia më e pakët, ose do vdesësh, Amarildo. Ose duhet kesh 35.000 euro për të shkuar në spitalin privat. E kupton ti këtë, Amarildo? Hajde shikoj të rit aty bashkë moshatarët e tu, apo edhe më të ri se ti, të cilët kanë dalë aty se në Shqipëri shpopullimi ka kaluar në nivele të frikshme. Vetëm për vitin 2024, 44.000 të rinj shqiptar kanë kaluar kanalin për të shkuar në Angli për të ndërtuar jetën e tyre atje. Nuk kanë më mundësi në Shqipëri. Amarildo, a e diti situatën e korrupsionit në Shqipëri, ku ky kryeministri yt që ti duke tani se do marrësh një vend pune, mbron Belinda Ballukun për shpërdorimin e detyrës që ajo ka bërë? A e diti, Amarildo, se ti ky kryeministri që ti ke bërë këtë bashkëbisedimin, çfarë ke bërë, ka ndërtuar kopshtin Eden, 4.3 milion euro aty në kryeministri që nuk ka asnjë vlerë publike, nuk na hyn në punë ty dhe mua, por është ndërtuar me parat tona, dhe spitalet nuk kanë vigon, nuk kanë alkol, nuk kanë shiringa, aktualisht që flasim, Amarildo. A e kupton ti këtë, Amarildo? Dhe si njeri ti duhet jesh aty në protest, nëse vërtet e ke. Ndryshe unë e thash, do shpërbleshim me një vend pune. E di ku do i harxhosh këto para pastaj, do fillosh mbledhet sa lekë, Amarildo. Me operacionin e parë që do bëjnë ti ose një familjar i yt, do shkosh të japësh doktorit. Amarildo, nëse ti vërtet do një të ardhme për Shqipërinë, hajde, se aty është një protest puro shqiptare. Pa gjend. Aty është një protestë e cila është ngritur për hallet e Shqipërisë, për hallet e shqiptarëve, që të mos ikin. Është një protestë, Amarildo, e cila nuk është thirrur nga partitë politike, por është thirrur nga shqiptarët, pas 36 vitesh, Amarildo. A di ti, Amarildo, pensionet që merr ndoshta gjyshrit e tu? A jetojnë dot ata me pensionet që ata marrin? A di ti, Amarildo, këto? A di ti, Amarildo, që ne kemi inceneratorë në Shqipëri që nuk punojnë, nuk ekzistojnë, ne i paguajmë mbetjet sikur i incenerojmë? A di ti, Amarildo, që ne çojmë satelita atje në hënë, në hapësirë, dhe që na kushton 6 milion euro, e nga ana tjetër trajtojmë për ndihmë fëmijëve jetim u japim 15.000 lekë, 11.000 lekë, 30.000 lekë në muaj? A di ti këto, Amarildo? Këto janë arsyet e shqiptarëve sepse kanë dalë në protest. Nëse ti, Amarildo, i ndjen këto halle, hajde në protest. Nëse pastaj e bën gjithë këtë gjë për të marrë një vend pune, do ta marrësh atë vendin e punës. Por mbeso, nuk do të shërbej për asnjë gjë, sepse prap nuk do jetosh dot në Shqipëri. Sepse nëse ti nesër do të blesh një apartament, nuk e blen dot, Amarildo. Ma beso, pyet, Amarildo. Dhe nëse vërtet je i sinqert, hajde në protest. E nëse do të bëhesh patronazhist, udha e mbar.